e kemi prit prej kohësh këtë ditë, e ndoshta shumë kush prej nesh mund të mos e kishte menduar fare se do të ishte një ditë si kjo, kur ne ta shihnim bashkarisht xhamin e Plumit në këtë madhështi, që në fakt është madhështia e zanafillës së saj. Sa e sa xhami janë prishur dhe shkatëruar në vendin tonë gjatë tyre 3 shekujve. Sa e sa objekte madhështore, njëri më i bukur se tjetri, janë prishur dhe janë shkatëruar në këtë tokë gjatë tyre shekujve. E çuditërisht, kjo xhami i ka përballuar të gjitha fortunat. A nuk e keni pyet veten tuaj dhe a nuk e pyesni veten tuaj se çfarë sirri ka kjo xhami? Dhe çfarë sirri ka në emrin e Mehmet Pash Pllakut? Dhe çfarë sirri ka në duart atyre besimtarëve të panumërt që i transportojnë gurët për ndërtimin e kësaj xhamie me kilometra e kilometra, të gjithë në varg, për të ndërtuar një shtëpi si të ishin bijtë e Hazreti Ibrahimit alayhis salam, i cili përpiqej me të birin Ismailin alayhis salam për të ndërtuar shtëpinë e mallnueshme. Ndoshta se Allah subhanahu wa taala e bani këtë tokë dhe këtë vend, dhe e bani këtë xhami të shtrenjtë për të gjithë ne, një çhabe të vogël për të gjithë shqiptarët, një pikë referimi dhe një cak të rimkamjes shpirtënore dhe rimkamjes së vërtetë të muslimanëve të kësaj toke deri në ditën e fundit. Dhe kjo është thirrje për të gjithë ne, është thirrje për qeverinë tonë, është thirrje për klasën tonë politike, është thirrje për myftilerët, është thirrje për krejt njerëzit. Kini frikë Allahun Azza wa Jall, sepse harami e shkatron bekimin dhe marrësinë e Allahut në jetë. Kini frikë Zotin, sepse një gjë e cila ndërtohet e përzier me haram nuk mund të ketë sukses dhe mbarësi. Dhe argumenti më i madh dhe më i mirë është kjo xhami dhe ky vend i shenjtë i Zotit në tokë. E ka ruajtur Allahu Azza wa Jall për sinqeritetin dhe halallin e paraarzëve tanë. Dhe çon Zoti i gjithësisë një burr të madh, një burr më të madh në historisë së kësaj kohe, për të kontribuar dhe qeveria e tij, subhanallah, për ta rimkam këtë vend. A nuk ju duket paksa mistike? A nuk ju duket gati e çuditshme dhe e habitshme?